Du bëj pyetje dash, se je nga të paktët që fol sinqerisht. Shpesh ne themi në për televizionet e një, jo në për studien, ne intelektualet, ne elita intelektuale. Dash, ç'është elita intelektuale dhe ka pas dhe ka Shqipëria elitë intelektuale? Ka shumë pak. Me thënë drejtë. Çfarë roli ka luajtur kjo elitë? Po me thënë drejtën, s'është se ka luajtur një rol të madh. Ti je realist. Do të jemi në realist. Në kundër ka qenë shërbim të sondimeve të regjimeve. Edhe mas 90-s. Fakt fjala intelektual që këtu ne ngadarrojmë shpeshherë me arsimumi, me shkollën, nuk është e jetë gjë. Intelektuale është, si me thënë, i arsimumi i dituri që investohet në jetë publike. Në jetë publike dhe në shoqëri. Shoqëri, pra, kuptoni, shqeqet i intelektual. S'duhet për me emra. Kush nga intelektualet që thonë këto u investu, po marr ato kokat e mëdha që kemi një lakoma peng dhe nostalgji e komunizmit. Ne i themi antikomunizëm, ne po t'i shohësh të dy palët në ren ato që kanë qenë simbolet e komunizmit, që kanë thurë himne për komunizmin. Ka diçka Shqipëria, po me thënë drejtën, që nga koha e Enver Hoxhës ngeli relativisht pak, se dhuna që ka që madhe, sa që kjo shtret. Sa pat fillu më formu një elitë, pat fillu më formu elitë në vitet 35. Po, 30 shkrush. Po, kishte një liri të vogël, po të mjaftueshme. Mjaftueshme, u kriju një elitë, dhe ti sot i ke ato simbolet më të mëdha në fakt në histori. Domethënë kishte një konicë, kishte një fish, kishte një koliqi. Ky që ka shkruajtur librat ky se i harroj emrin, që librat më të mirë ka shkruajtur. Edhe pati një pjesë, edhe i pjesë artistës që ndoshta s'kishin efekt, por ajo elitë që ishte asaj kohe, kishte lirit mjaftueshme, edhe kurajot mjaftueshme, për t'i thënë jo, edhe pushtetit. Për shembull, fjalimet e fishtës ishin mrekullueshme në parlament, po ishin dhe anti-regjim në një farë mënyrë. Po pse fjalimi Anton Arapit në pavarësisht se i shërbeu qeverisë Kushtinge në do të gjyku dashat e gjykojnë. Një fjalim në këto vite. Po jo, ai thot, më akuzoni për këtë, thot, po le të gjeni ti njëri që ai duhet të jetë në shkollën e diplomacisë. Dhe ai thot pse bëj këtë, sa situata sot e bëj, thot sepse ne jemi në një gjurulldi të madhe të fuqive të mëdha, që nesit vegjel duhet të ruhemi mos hamna i shqelp e të hupim fare si kom. Pra, duhet gjykun kontekstin e kohës, se e boni, si e boni se ne dalim, e ke pati sot se ne njofim dash në Tiranë, gjithë dalin antikomunista kur kanë qenë spiuj, se s'po përmen emra për etik, se i ka përmen 100 herë. I ke me gazetare, i ke në TV, i ke në politike, i ke ku dush i ke. Nuk më intereson se në këtë fush, kam frujë që jam më ekspert, di më shumë. Pa tjetër se ke qenë. Po nuk më intereson fare i llojes. Jo, ta thash si. Desha më thënë këtë që the për Anton Arapin, që është edhe për shumë intelektual. Çdo njeri do gjykohet në kontekstin e kohës vet. Edhe ç'është si më thënë vërtetësia në histori, njerëzit si çdo gjë marrin dritë, bëjnë dhe hije. Atje. Ti do ta vesh me dritën dhe me hijet e veta. S'ka si gjë të keqe këtu.